Mirë, do të ecim me të tjera zhvillime, po me zhvillime të kronikës. Tashmë një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, ku një punonjës policie është gjetur i pajetën në banesën e tij në zonën e Freskut. Sipas njoftimit paraprak të policisë së shtetit, rreth orës 1:25 minuta, 30 vjeçari me iniciale IS dyshohet se ka humbur jetën në banesë. Me njëherë pas njoftimit, në vend ngjarje ka mbërritur grupi hetimor dhe përfaqësues të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore për kryerjen e veprave dhe të veprimeve procedurale, ndërkohë që hetimet po zhvillohen në bashkëpunim edhe me prokurorinë me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Deri tani autoritetet nuk kanë bërë të ditur publike detajet të tjera lidhur me shkaqet që mund ta kenë çuar në këtë ngjarje tragjike 30 vjeçarin, ndërsa policia dhe autoriteti i mbikëqyrjes policore kanë deklaruar se puna hetimore vijon ende, ndërsa pritet që në vijim të ketë edhe një informacion zyrtar në lidhje me rastin.